Mëngjesi në shosh ishte gjithmonë i thikt. Marku me duart e vogla që ishin ashpërsuar nga puna me bagëtin. Po mblidhte kopen të kroni. Ishte vetëm 14 vjeç, por trupi i tij imët mbante veshur një këmishë shajaku që i rinte pak e madhe, trashëguar nga i vëllai. Në sytë e tij kishte ende atë shkëndijën e fëmijës që gëzohej kur gjente një gur të lëmuar në lumë. Por ajo shkëndi do të shuhej sapo të kalonte pragun e shtëpisë atë pasdite. Kur hyri në kull, era e duhanit të fortë dhe heshtja e rënde burrave e bën të ndalonte në vend. I atij Kola, një burr me vetulla të trasha që i ngjanin 2 shkëmbinjve mbi sy, nuk e pa fare. Ai po pastronte qytën e pushkës, një lëvizje mekanike që tregonte se diçka e madhe ishte vendosur. Mark, ulu, tha Kola pa ngritur kokën. Zëri i tij nuk ishte urdhërues, ishte pothuajse i huaj, si një njeriu që po dorëzonte diçka. Marku ul pranë gjakut, duke ndjerë nxehtësinë e zjarrit që nuk po e ngrohte dot dritherimën që i kaloi në përkurriz. Je bër burr, vazhdoi atij, ndonse e dinte që djali i tij ende trembe nga bubullimat e forta të gushtit. Kemi dhënë fjalën te shtëpia e Gjonajve. Të dielën vin Krushqit. Do të marrësh nuse. Fjala nuse ra si një gur i rënd në mes të odës. Marku deshi të qeshte, duke menduar se ishte ndonjë nga ato shaka të rënda të malisorëve. Por fytyra e të atit ishte prej guri. Ai kujtoi vajzën e Gjonajve, Dranen. E kishte parë te kisha. Ishte një grua e pjekur, pothuajse 8 vjet më e madhe se ai. Por bab, unë jam me shkollë, zëri mbeti në fyt. Kanuni nuk pyet për shkollë, Mark. Pyet për nder dhe për fjalë të dhënë. Miqësia me Gjonajt na mbron krahun e malit. Ti do të jesh burri i shtëpisë që do të trashëgoj këtë kull. Në dhomën tjetër, Marku dëgjoi të ëmën që po qante mbyturazi. Ajo e dinte. Të gjithë e dinin, përveç tij, viktimës së kësaj ceremonie që po përgatitej në heshtje. Atë natë Marku nuk fjeti. Pa nga dritarja e vogël e kullës, hënën që ndriçonte majat e thepisura dhe u ndje më i vogël se kur. Ai nuk donte një nuse. Ai donte vetëm të vraponte pas sherrave dhe të mësonte për botën për te i qafës së malit. Por të dielën shamit do të digjeshin, qiftelit do të binin dhe liria e tij do të mbyllej brenda një unaze ari të trash, që për të ishte më shumë si një prang. Era e ftohtë që vinte nga qafat e larta të maleve përplasej pas mureve të trasha të gurit, duke krijuar një fërshëllim që Marku t'i ngjante me një vajtim të lënë përgjysmë. Brenda kullës, drita e mekur e pishës hite hije të gjata e të frikshme mbi tavanin me trarlisi. Marku rinte mbështetur pas gjakut, duke vështruar tymin që ngjitej lart, sikur të kërkonte një rrugdalje që ai vet nuk e kishte. Duart e tij, ende të holla dhe me shenja nga puna e përditshme, dridheshin lehtë. Ai nuk ishte më thjesht djali i Koles që brite pas dhive. Tani mbi shpatullat e tij të njoma, po peshonte rëndesa e një burri që duhet të mbante nderin e fisit. I atij Kola nuk e shihte në sy. Ai po rregullonte rripat e opingave me një përpikmëri të ftohtë, sikur asgjë jashtëzakonshme të mos po ndodhte. Por Marku e dinte se pas asaj qetësie fshihej një marrëveshje e vjetër. Një premtim i dhënë në mbetimin e bukës së të kripës. Gjonajt, familja e nuses, kishin qenë miqt më të ngushtë të shtëpisë së tyre për breza të tërë. Kur Marku ishte ende në djep, i atij dhe Gjoni i vjetër kishin shkëmbyer nishanet e para. Ishte një lidhje gjaku pa gjak. Një sigurim që pronat dhe kullat e tyre do të mbeteshin të bashkuara kundrejt çdo stuhje. Për ta, Marku nuk ishte një individ me dëshira, por një hallk në zinxhirin e pafund të mbijetesës. Bab, guxoi të fliste Marku me zërin që i dridhej si gjethe vjeshte. A nuk mund të presim edhe pak? Edhe 2 vjet sa të rritem edhe pak në trup. Jam ende i shkurtër, as pushkën se mbaj dot drejt si burrat e tjerë. Kola ndaloi lëvizjen e duarve. Sytë e tij, të regjur nga dielli dhe acari, u ngulën mbi të birin me një përzierje dhimbje dhe rreptësie. Nuk është puna te trupi, o djalë, tha ai me një zë që ngjante me rokullisjen e gurve në gremin. Është puna te fjala. Fjala e dhënë është si mali, po lëvizja ajo përmbyset gjithçka. Gjonajt kanë mbetur pa djem në shtëpi, i kanë marrë gjaqet e vjetra. Drania është e vetmja që u ka mbetur për të mbajtur derën hapur. Nëse ne nuk e marrim tani, ajo mbetet në rrugë, e ne mbetemi pa besë. A do që bota të thotë se shtëpia e Koles e shkeli kanunin për një natë këmbë djalë? Marku uli kokën. Ai e dinte se në malësi, besa ishte më e rëndësishme se jeta, më e rëndësishme se dashuria,
e sigurisht më rëndësishme se fëmijëria e tij. Ai mendoi për Dranen. E mbante mend mjegullt. Një vajzë shtatlart, me sy të zinje të thellë që dukeshin sikur fshihnin një trishtim të lashtë. Ajo ishte një grua, ndërsa ai ishte ende një fëmijë që fshihte gurët e lëmuar në xhep. Si do të mund të fliste me të? Si do të mund të ulej në krye të vendit para saj? Kur ajo dinte më shumë për jetën se sa ai për pyllin. Në dhomën e grave, zhurma e tiganëve dhe aroma e flisë që po piqe lajmëroni se përgatitjet nuk kishin kthim pas. E ëma, e veshur me gjubletën e rënd të festave, hyri në odë me një tabaka druri. Sytë e saj ishin të kuq, por ajo nuk guxonte të qante para burrit. Ajo i hodhi Markut një vështrim që thoshte më shumë se mira fjalë. Ishte një vështrim i mbushur me mëshirë, por edhe me pranimin e fatit që gratë atyre anëve e njihnin mirë. Ha diçka, bir, i përshpëriti ajo duke i vënë dorën mbi shpatull. Dora e saj ishte ngrohtë, por Markut i ngrinte zemra. Nesër do të jetë ditë e gjatë. Do të vinë krushqit, do të kërcejnë e do të këndojnë. Duhet të qëndrosh fort, Silis. Silis që e kam prerë në rënje, nën, mendoi Marku, por nuk foli. Jashtë nata po bëhej gjithnjë më e zezë. Ai doli në balkonin prej drurit të kullës dhe thithi ajrin e ftohtë që i thithte mushkërit. Pa fshatin poshtë, dritat e pakta të shtëpive të tjera dukeshin si sy që e vëzhgonin. Nesër, ai do të ishte dhëndri. Të gjithë do ta shihnin, do t'i uronin trashëgim me jetë, ndërsa ai do të ndjente peshën e një unaze që nuk e donte dhe një përgjegjësie që nuk e kuptonte. Ai kujtoi shokët e tij, djemt me të cilët vetëm një javë më parë luante luftash në përshkure. Tani, ata do të rinin më njanë, duke e parë me një lloj frike dhe respekti të çuditshëm, sikur ai të mos ishte më pjesë e botës së tyre. Ai ishte dëbuar nga parajsa e fëmijërisë me një vendim që ishte marrë para se ai të lindte. Kur u kthye brenda, oda ishte mbushur me kushërinje të afërm. Filloi të vinte era raki dhe duhan. Burrat filluan të tregonin histori trimërie, duke qeshur me zë të lartë e duke goditur shuplakat mbi gjunjë. Secili prej tyre i afrohej Markut, i rrihte shpatullat me forcë dhe i thoshte se burri matet me shtëpi, jo me vjet. Marku buzëqeshte me zor, një buzëqeshje që nuk i arrinte kurrë të syt. Ai ndihej si një aktor në një shfaqje ku nuk e dinte tekstin, por ku çdo gabim mund të kushtonte rënd. O Mark, thiri një nga xhaxhallarët, një burr me mustaqe të bardha që i mbanin erë barut. Mos u tut prej nuses. Drania është bi mali, di me mbajt shtëpinë me tubing. Ti vetëm mbaje dorën fort në fre, si kalin e hasdisur, e ti shohësh hajrin. Të qeshurat shpërthyen në të gjithë odën, duke e bërë Markun të ndihej edhe më i vogël, edhe më i huaj. Ai imagjinoi veten duke hyrë në dhomën e nuses nesër mbrëma. Çfarë do t'i thoshte? A duhet të sillej si burri i rrept si ati, apo si djali që ishte në të vërtetë i trembur dhe i humbur? Ideja e asaj nate e tmerronte më shumë se çdo gjë tjetër. Ai donte vetëm që kjo ëndër të mbaronte, që të zgjohej të nesërmen dhe të shkonte përsëri te kroni. Të gjuante me gur në lumë dhe të mos mendonte për nderin apo trashëgimin. Por raketat e para që u shkrehen në qiell lajmëruan se krushit e parë ishin nisur. Jehu i krismave u përplas maleve, duke njoftuar fundin e fëmijërisë së Markut. Ai u ul në qoshe, mbështolli gjunjët me krah dhe mbylli syt, duke u lutur që të paktën koha të ndalonte, qoftë edhe për një çast, para se bota e tij të ndryshonte përgjithmonë. Agimi së dielës nuk erdhi me dritë, por me një mjegull të dendur e të lagësh që u lëshua mbi çati si një qefin i bardhë. Krismat e para të pushkëve që lajmëronin nisjen e krushve u shtuan në përgryka, duke u thyer pa shkëmbinjve e duke u kthyer mbrapsht si një paralajmërim. Marku ishte zgjuar para se të këndonte gjeli i parë. Ishte rrotulluar në shtratin e tij të vjetër, duke ndjer ashpërsinë e mbulesave të leshta që atë mëngjesi dukeshin sikur po e mbytnin. Në dhomën e madhe, lëvizjet e njerëzve ishin të shpejta dhe të edhshme. E ëma, me duart që i vinin erë miell e gjalp, i kishte bërë gati rrobat e reja mbi arkën e nuses që dikur kishte qenë e saj. Ishte një kostum i qepur me shajak të bardhë, me gajtana të zinj që rrethonin gjaketën e shkurtër, dhe një qeleshe të re, aq të bardhë sa borat e pashkelura të majave. Vishi bir, i tha ajo duke mos e parë drejt në sy. Sot je zoti i shtëpisë. Sot u kthen nderin burrave që do të ulen në sofër. Marku i veshi rrobat sikur po vishte një parzmor të rënd.
Pantallonat e ngushta ja vështirësonin lëvizjet, ndërsa këmisha e ngrirë me sapun i gërvishte qafën. Kur vuri qeleshën mbi kokë dhe u pa në pasqyrën e vogël e të krisur të korridorit, nuk e njohu veten. Pa një djalosh me faqe ende të njoma, me sy të trembur që kërkonin shpëtim, por i mbyllur brenda petkut të një burri që nuk ishte ende. Jashtë, obori i kullës filloi të mbushej. Burrat e fisit, të veshur me tirqe me qylaf, po pastronin armët e tyre, duke biseduar me zëra të ulët e të rënd. Era e mishit që piqe në hell dhe tymi i zjarreve të mëdha mbushnin ajrin, duke krijuar një atmosferë që ishte një përzierje mes festës dhe një përgatitje për betejë. Kur krushit e parë u dukën në kthesën e rrugës, duke shoqëruar kalin e nuses që mbante mbi shtëpi një figurë të mbuluar me vel të kuq, zemra e Markut rahu aq fort sa mendoi se do t'i çante gjoksin. Drania ishte aty. Ajo ishte mbështjell me aq shumë rroba e stoli sa dukej si një statuje gjallë. Veli i kuq i fshihte fytyrën, por Marku ndjeu vështrimin e saj, apo të paktën peshën e pranisë së saj. Ajo zbriti nga kali me një hir që tregonte se ajo e njihte fatin e saj më mirë se ai. Ishte 22 vjeç, një moshë që për Markun ngjante si një jetë tjetër. Një kohë kur njerëzit tashmë dinin se si duhej të dhimbte jeta. Dita kaloi si në përmjegull. Marku duhej të qëndronte në këmbë, të priste miq, të puthte dorën burrave më të vjetër dhe të dëgjonte urime që i peshonin si mallkime. Tu rriqshin djemt në këtë kull, thoshin ata, duke i rahur shpatullat. Ndërsa ai mendonte se vetëm para 2 ditësh kishte qarë sepse ishte thyer një dorez druri e thikës së tij të vogël. Kur nata ra dhe miqt filluan të largoheshin me këngë që humbisnin në përpyll, heshtja e kullës u bë edhe më e rëndë. Kishte ardhur momenti që Marku i trembej më shumë se vdekjes. Dhoma e tyre ishte përgatitur me kujdes. Era e ftonive të vënë mbi dollap dhe aroma e klishteve të pastra ishte vetmja gjë e ëmbël në atë mjedis të ashpë. Ai hyri në dhomë me kokën ulur. Drania ishte ulur në skaj të krevatit, ende me velin mbi kokë, e pa lëvizur si një hije. Marku mbylli derën pas vetes dhe mbeti aty, i mbështetur pas drurit të ftohtë, pa guxuar të bënte asnjë hap. Heshtja zgjati aq shumë sa filloi t'i ushtonte në vesh. Mark, u dëgjua zëri i saj. Ishte një zë i qetë, i thellë, jo i ashpër siç e kishte imagjinuar ai. Ajo e hoqi velin me një lëvizje të ngadaltë. Fytyra e saj ishte e bukur, por e shënjuar nga një lodhje që nuk i takonte moshës së saj. Sytë e saj të zinj u ndeshën me të tij. Ajo pa frikën e tij, pa fëmijën që fshihej pas atij kostumi të bardhë dhe për çudinë e tij nuk qeshi. Ulu këtu, tha ajo duke bërë vend pranë vetes. Marku u afrua me hapa të pasigur dhe u ul, duke mbajtur një distancë të madhe. Ai shikonte duart e tij që pushonin mbi gjunjë. Edhe un kam frikë, Mark, pëshpëriti ajo, duke e parë nga dritarja e vogël ku dukej vetëm errësira. Mos mendo se vetëm ti je i huaj këtu. Mua më hoqën nga shtëpia ime, nga nëna ime, për të më sjellë në një kull ku nuk njoh askënd, për të martuar me një djalë që ka moshën e vëllait tim të vogël. Marku e ktheu kokën i habitur. Ai nuk kishte menduar kurrë se edhe ajo mund të vuante. Në mendjen e tij, nusja ishte një forcë e natyrës që vinte për t'i marrë lirinë, jo një qenie njerëzore me dhimbjet e veta. Pse pranove? E pyeti ai, zëri i tij tani ishte më i plot. Drania buzëqeshi hidhur. Në këto male nuk pyetet pse, Mark. Pyetet vetëm si do të mbijetojmë. Babai im kishte nevojë për këtë miqësi. Shtëpia jote është e fortë, ka emër. Unë isha çmimi që u pagua për atë emër. Sikurse ti e çmimi që paguan yt atë për të mbajtur fjalën. Ajo u zgjat dhe i mori dorën. Dora e saj ishte e fortë dhe ngrohtë. Ne nuk jemi burrë grua, Mark. Të paktën jo ashtu siç duan ata jashtë kësaj dere. Ne jemi dy të humbur në të njëjtën stuhi. Ti ende fëmijë, dhe unë nuk do të jem ajo që do të ta marrë atë fëmijëri me forcë. Do të mësojmë të jetojmë bashkë, si dy vëllezër që fati i hodhi në një rrugë të vështirë. Për herë të parë që kur i kishin dhënë lajmin, Marku ndjeu një lloj lehtësimi. Pesha që i kishte shtypur gjoksin u zbut paksa. Ai e kuptoi se kjo grua, që duhet të ishte pronarja e tij sipas ligjeve të vjetra, ishte në fakt e vetmja aleate që kishte në atë kull të ftohtë. Jashtë, nata vazhdonte me tregimet e burrave dhe krismat e rastësishme të festës, por brenda asaj dhome, dy fëmijë të traditës, njëri në moshë tjetri në shpirt,
Filluan të ndërtoni një marrëveshje të heshtur që nuk ishte shkruar në asnjë kanun. Marku e hoqi qeleshen dhe e vuri mbi komodin. Nuk ndihej më si dhëndri 14 vjeçar i vënë në lojë. Ndihej si dikush që sapo kishte gjetur një fill drite në mes të një shpelle të errët. Por ai e dinte mirë se kjo ishte vetëm nata e parë. Së shpejti, fshati do të fillonte të kërkonte prova të burrërisë së tij. Prindërit e tij do të prisnin një trashëgimtar. Dhe sytë e botës do të ishin mbi ta çdo ditë më shumë. Sa mund të zgjaste kjo lojë fshehurazi me traditën? Sa kohë do t'i duhej Markut të rritej vërtet për të përballur me malin që nuk falte askënd që dilte jashtë rrugës së rrahur prej shekujsh? Pyetjet mbetën pezull, ndërsa mjegulla jashtë filloi të shpërndahej, duke zbuluar majat e mprehta të maleve që dukeshin sikur po e rrethonin kullën me një unas të pamëshirshme guri. Javët që pasuan ishin si një ecje në tehun e thikës. Dielli i vjeshtës filloi të zbehej dhe hija e maleve binte më herët mbi fshat, duke e bërë çdo ditë të ngjante me një fillim dimri të parakohshëm. Për Markun, jeta ishte shndërruar në një teatër të heshtur. Çdo mëngjes ai zgjohej i pari, vishte rrobat e rënda dhe dilte në obor për të treguar se ishte zgjuar me hovin e një burri që ka në dorë fatet e shtëpisë. Por sapo kalonte portën e madhe prej druri dhe humbiste pas kthesës së parë të pyllit, ai vraponte drejt lumit, aty ku shokët e tij të shkollës mblidheshin para se të niste mësimi. Një mëngjes, ndërsa po ulej pranë bregut për të larë syt me ujin e akull, dëgjoi një të qeshur pas shpine. Ishte Sokoli, djali i fqinjit, me të cilin vetëm një muaj më parë kishin ndarë bukën dhe kishin garuar se kush mund të hidhte gurin më larg në va. O Mark, thiri Sokoli me një zë që kishte një nuancë të re. Një talli që Marku nuk e kishte dëgjuar kur më parë. Po ti këtu, pse s'pune në arme nusen? Apo ka filluar drania me të treguar për alla para se me fjet? Marku u ngrit ngadalë. Grushtet i mblodhi fort dhe ndjeu një nxehtësi që i hipi në fytyrë, jo nga turpi, por nga një zemërim i pafuqishëm. Ai nuk ishte më i barabartë me ta. Për shokët, ai ishte bërë një burr me dhunë, një figurë qesharake që mbante një titull që nuk i takonte. Për burrat e fshatit, ai ishte ende një fëmijë që po luante shtëpish. Ishte i ngecur në mes, i huaj në çdo rreth. Shiko punën tënde, Sokol, u përgjigj Marku me zërin që u përpoq ta mbante të qëndrueshëm. Unë kam detyra që ti as nuk i përfytyron dot. Detyra? Qeshi tjetri. Detyra jote është me urrit, Mark. Shko, se të pret mësuesi me të pyetur për numrat, ndërsa në darkë të pret gruaja me të rregulluar jorganin. Ato fjale ndoqën gjatë gjithë ditës në shkollë. Mësuesi, një burr i moshuar që vinte nga qyteti dhe i shihte këto zakone me një lloj trishtimi të fshehur. Nuk e pyeti Markun asnjëherë atë ditë. E shihte se si djaloshi qëndronte i humbur, me sytë të dritarja që shihte nga majat e thinjura. Marku nuk po dëgjonte për gjeografinë apo historinë. Ai po mendonte për darkën në kull. Në darkë, sofra shtrohej me një rregull strikt. Kola ulej në krye, i heshtur dhe vëzhgues. E ëma, lulja, sillte ushimin, ndërsa drania qëndronte gjithmonë në këmbë derisa burrat të mbaronin, sipas zakonit. Por Marku e vinte re se si sytë të atit kalonin her pas here nga ai te drania. Ishte një vështrim hetues, një kërkesë e pashprehur për të parë nëse ky djalë po kthehej në burr. Nëse kjo martesë po prodhonte atë që pritej. Autoritet dhe së shpejti një pasardhës. Një natë, pasi dritat e pishave ishin shuar dhe vetëm hiri i ogjakut lëshonte një dritë të kuqeremt, Kola e ndaloi Markun të shkallët e gurit. Mark, ndalu pak. Zëri i tij ishte i ulët, pothuajse një përshpërim, por kishte peshën e një urdhri. Po, bab, pash sot te tregu baban e dranes. Më pyeti se si po shkojnë punët në kull. Njerëzit flasin, bir. Flasin se ti ende vrapon pas shokëve si me qenë dhije egër. Flasin se drania rrie vetmuar gjithë ditën. Një burr nuk e lë shtëpinë me u marr me lodra. Nga nesër, nuk do të shkosh më në shkollë. Marku ndjeu sikur tavanet e rënda të kullës po i binin mbi kokë. Shkolla ishte vetmja lidhje me botën. E vetmja hapësirë ku ai mund të ishte thjesht Marku. Djaloshi që ndëronte të lexonte libra e të shihte qytetet e mëdha. Por bab mësuesi thot se ka mendje për mësim. Edhe pak muaj ka mbetur. Mësimi yt është ky mal, kjo tokë dhe kjo grua që të kemi sjell në shtëpi. E ndërpreu Kola, duke i vënë dorën e rënd mbi shpatull. Nuk ka më kthim mbrapa. Ti je i martuar.
Je zoti një jetë tjetër tani. Mos më bëj të ulem në kuvende të uli kokën prej teje. Marku hyri në dhomë i thyer. Drania ishte duke krehur flokët e saj të gjate të zinj pranë dritares. Ajo e pa në pasqyrim dhe e kuptoi menjëherë. Ajo i la krehrin dhe u afrua. Ta ndaloj shkollën apo jo? E pyeti ajo me zë të butë. Marku nuk u përgjigj. Ai u ul në tokë, mbështeti kokën te gjunjët dhe për herë të parë pas shumë kohësh shpërtheu në lot. Ishin lotët e një fëmije që sapo i kishin vrarë shpresën e fundit. Drania nuk u përpoq ta ndalonte. Ajo ul pranë tij dhe filloi t'i përkëdhelte flokët, ashtu siç do të bënte një motër e madhe, ose një nënë e dytë. Më vjen keq, Mark, tha ajo. Më vjen keq që po të vrasim të dy. Unë me pranin time dhe yt atë me fjalën e tij. Nuk është faji yt, nxori ai mes nga shërimit. Është ky vend, është ky ligj i mallkuar që nuk na lë të frymojmë. Unë nuk dua të jem zoti i shtëpisë. Unë dua të jem i lirë. Drania e kapi për mjekre dhe ja ngriti kokën. Sytë e saj ishin të mbushur me një vendosmëri që Marku nuk e kishte parë kurrë te një grua. Dëgjo mirë, i tha ajo. Ata mund të ndalojnë shkollën, mund të veshin me tir që të vënë pushkën në krah. Por nuk mund të detyrojnë të mendosh si ata. Ne do ta luajmë këtë lojë. Gjatë ditës do të jesh burri që duan ata. Do të dalësh në ar, do të rish me burrat, do të mësosh të mbash armën. Por këtu, brenda kësaj dhome, ti do të vazhdosh të mësosh. Unë di të lexoj, Mark. Imvëlla më ka mësuar fshehurazi para se të vdiste. Do t'i marrim librat e tu, do t'i fshehim nën krevat, dhe çdo natë do të mësojmë bashk. Marku e pa me adhurim. Për herë të parë, ai nuk e pa Dranën si nuse, por si shpëtimtare. Atë natë, ata nuk fjetën. Nën dritën e një qiriu të vogël të fshehur pas një arke, Drania hapi librin e parë të historisë. Ndërsa jashtë bora e parë filloi të binte mbi shosh, duke mbuluar rrugët dhe duke izoluar kullat. Brenda asaj dhome po linte një lloj tjetër qëndrese. Ishte një qëndrese heshtur, e rrezikshme, sepse nëse kola do t'i gjente, pasojat do të ishin të tmerrshme. Por për Markun, kjo ishte e vetmja mënyrë për të mos vdekur për së gjalli. Ai filloi të kuptonte se të jesh burr nuk do të thoshte të martoheshe 14 vjeç apo të silleshe si fort, por të kishe guximin të mbroje atë që ishte e vërtet brenda teje. Edhe kur e gjithë bota ishte kundër. Megjithatë, presioni i fshatit po rritej. Gratë filluan të përshpëritnin te kroni. Pse nuk po mbetesh ta zën nusja e re e kolës? A thua është i paavë djaloshi? Këto fjalë, si helmi që pikon të avash, filluan të arrinin edhe në veshët e kolës, i cili po bëhej dita ditës më i egër dhe më i paduruar. Një përplasje e madhe po piqej në horizont. Një përplasje ku Marku do t'i duhej të zgjidhte midis nderit të atit dhe jetës që po ndërtonte në fshehtësi me nusën e tij motër. Dimri u lëshua mbi bjeshk me një egërsi që dukej se donte të ngrinte edhe vetë kohën. Debora kishte arritur deri në dritaret e katit të parë të kullës, duke i shndërruar shtëpit në ish figurit të vetmuar në një det të bardhë. Brenda jeta ishte kufizuar rreth gjakut, ku drut e dushkut kërcitnin papushim, duke lëshuar një dritë portokalli që kërcente mbi fytyrat e vrazhda të burrave. Për Markun, ky izolim ishte sa një bekim, aq edhe një mallkim. Gjatë ditës, ai ishte i detyruar të qëndronte në odën e burrave, të dëgjonte bisedat e pafundme për kufit e kullotave, historitë e vjetra të fiseve dhe interpretimet e ashpra të kanunit. I ati kola e mbante pranë si një hije, e detyronte të pastronte pushkën, t'i mbante qesën e duhanit dhe të shërbente kafen pa folur. Çdo lëvizje e Markut vëzhgohej, çdo heshtje e tij interpretohej si dobësi. Shikoje djalin e prengës, tha një mbasdite kola, duke treguar me gishtë drejt një kulle tjetër që mezi duke nga mjegulla. Është një vit më i vogël se ti. Por javën e shkuar e ndoqi ujan deri në majtë e ribës dhe e solli lëkurën në shtëpi. Ai nuk rri me sytë te librat e qytetit, por te pika e nishanit. Marku uli kokën duke shtrënguar dorezën e gjaketës së shajakut. Ai e dinte se këto fjalë nuk ishin thjesht mburje për djalin e tjetrit, por një thikë drejtuar ndaj tij. Megjithatë, mendja e tij ishte diku tjetër. Ai mezi priste që nata të binte plotësisht, që burrat të deheshin nga rakia dhe lodhja e të tërhiqeshin në dhomat e tyre. Kur më në fund kulla binte në qetësi, fillonte jeta e tij e vërtet. Drania e priste gjithmonë zgjuar.
Ajo kishte krijuar një sistem të tërë mbrojtës. Vendoste një batanie të trashë te pragu i derës që drita e qiriut të mos duke në korridor dhe që zërat e tyre të mos depërtonin jashtë. Aty, mbi shtratin e tyre që ishte bërë bank shkolle, Marku zbulonte botën. Drania i mësonte gjeografin, duke vizatuar me gisht mbi pluhurin e arkës hartat e vendeve të largëta. Ajo i tregonte për dete që ai si kishte parë kurrë. Për qytetet ku njerëzit nuk vriteshin për një fjalë goje dhe ku djemt 14 vjeçar ishin ende fëmijë. Drane, i përshpëritja i një natë, ndërsa po lexoni një poem të vjetër. A do të mundemi ndonjëherë të ikim prej këtu? Drania ndaloi së lexuari. Sytë e saj që shkëlqenin në dritën e mekur, u mbushën me një trishtim të pafund. Ikja është e vështirë, Mark. Ky mal nuk të le të ikësh me trup. Ai të mban lidhur me emrin e babait, me bukën që ke ngrënë, me gjakun që ke në vena. Por me mendje mund të shkosh kudo. Por unë dua të ikësh edhe ti, këmbënguli Marku duke ja kapur dorën. Nëse unë rritem dhe bëhem burra ashtu siç duan ata, unë do të jem burgu yt. Unë nuk dua të jem ai që të mban mbyllur në këtë kull gjithë jetën. Drania buzëqeshi me dhimbje dhe i puthi ballin. Ishte një puthje që nuk kishte asgjë nga pasioni një bashkëshorteje, por kishte gjithë shenjtërinë e një shpirti binjak. Ti je i vetmi që ma bën këtë burg të duket si shtëpi, Mark. Por paqja e tyre e fshehtë u thye një mëngjes janari. Ishte një nga ato ditë kur bota dukej sikur do të plaste nga të ftohtit. Kola kishte dalë herët për të parë bagëtin, por ishte kthyer papritur sepse kishte harruar qelsat e hambarit të madh. Ai hyri në kull me hapa të rënd, duke shkundur dëborën nga gjupunët. Kur kaloi pranë dhomës së Markut, dëgjoi një zë. Nuk ishte zëri një burri që bisedonte me gruan e tij. Ishte një zë që recitonte diçka, një ritëm që nuk gjante me këngët e malit. Patrokitur, Kola e hapi derën me një goditje të fortë. Skena që gjeti e la pa mend për një sekond. Marku ishte ulur në tokë me një libër të hapur mbi gjunjë, ndërsa Drania po i shpjegonte diçka, duke mbajtur një pente improvizuar në dorë. Libri ishte i vjetër me faqe të verdha, por në sytë e Kolës ai dukej si një armë e huaj, si një helm që po i infektonte shtëpinë. Çfarë është kjo? U lëriti ai dhe zëri i tij tundi tavanin e kullës. Marku u ngrit me një herë, duke u përpjekur ta fshinte librin pas shpine, por ishte vonë. Kola u hodh përpara si një bish dhe ja rrëmbeu librin nga duart. Me një lëvizje të vetme, ai filloi të shënte faqet, duke i hedhur për tokë si të ishin copa mishi të prishur. Këtë bën ti kur unë jam në ar. Briti Kola, duke ju afruar Markut aq sa djali mund të ndjente erën e duhanit dhe të tërshërës në frymëmarrjen e tij. Këtë burrëri po mëson ti. Me këto letra po e mban derin e shtëpisë. Bab, nuk po bëjmë asgjë keq. Bërtiti Marku, duke gjetur një guxim që nuk e dinte se e kishte. Po mësoj për botën. Kola e goditi me pëllëmb aq fort sa Marku fluturoi në skaj të dhomës. Drania u hodh përpara për ta mbrojtur, duke u vendosur mes djalit dhe të atit. Ndalo, thirrri ajo me sytë që i lëshonin shkëndia. Mos e prek. Ai është fëmijë, është djali yt. Kola e shtyu edhe atë me përbuzje. Ti je ajo që e ka prishur. Të solla në këtë shtëpi për të mbajtur rregullin, jo për të më kthyer djalin në një leckë qyteti. Prej sot, ti nuk do të dalësh më nga kjo dhomë pa lejen time. Dhe ti, u kthye ai nga Marku, i cili po fshinte gjakun nga cepi i buzës. Nesër do të vish me mua te gropa e ujkut. Do të shohim nëse mund t'i qëllosh një bish në sy me të njëjtën lehtësi që lexon këto poshtërsi. Nëse nuk e bën, konsideroje veten të vdekur për këtë shtëpi. Kola doli duke e përplasur derën, duke lënë pas një heshtje që ishte më rënd se dhuna. Ishte historia e Skënderbeut, heroi që kishte luftuar për liri. Tani, ato faqe ishin vetëm beturina në një dhomë që ngjante me një qeli. Drania u ula pranë tij dhe e mori në krah. Ajo nuk qante. Lotët e saj ishin tharë kohë më parë. Më dëgjo Mark, i përshpëriti ajo në vesh. Nesër, kur të jesh në mal me të, mos u trem. Bjeri ujkut, bjeri çdo gjëje që të del përpara. Jo për të kënaqur atë, por për t'i treguar se ti je më i fortë se ky mal. Vetëm forca do të jap lirinë që të duhet për të ikur. Më kupton. Duhet të mbietosh që një ditë të jesh aq i madh sa të mos mund të godas më askush. Marku shtrëngoi dhëmbët.
Dhimbja në faqe po I kthehej në një lloj tjetër energjie. Ai e kuptoi se koha e lojrave kishte mbaruar. Shkolla e vërtet nuk ishte më te librat, por të ajo dëbore ngrirë që e priste jashtë, ku ai duhet të vriste fëmijën brenda vetes për të shpëtuar njeriun që donte të bëhej. Të nesërmen para agimit, Marku mori pushkën e rënë të atit. Ishte e ftohtë prej metalit të zi dhe I peshonte sa gjithë mëkatet e fshatit. Ai nuk e pa dranën kur doli, por e ndjeu vështrimin e saj nga dritarja e vogël e kullës. Ndërsa po ngjiteshin drejt gropës së ujkut, hapat e tij linin gjurmë të thella në borë. Por në mendjen e tij, ai nuk po shkonte për të gjuajtur. Ai po shkonte drejt një lufte ku çmimi ishte vetë jeta e tij. Era filloi të frynte me furi, duke krijuar vorbulla të bardha që ta zinin pamjen. Kola e mbylli hapin, duke u kthyer her pas here për të parë nëse djali po e ndiqte. Marku nuk u dorëzua. Ai ecte me një vendosmëri të re, duke menduar për çdo fjalë që kishte lexuar, për çdo hartë që kishte vizatuar Drania. Ai do t'i tregonte të atit dhe gjithë malësisë se një 14 vjeçar mund të mbante peshën e një pushke, pa harruar peshën e një libri. Gropa e ujkut ishte një zgavër e natyrës që dukej sikur ishte krijuar nga zemërimi I malit. Ishte një gyp gjigant shkëmbor ku era bërtiste si një shpirt I humbur dhe ku dëbora grumbullohej në shtresa aq të pabesa. Sa një hap I gabuar mund të ishte I fundit. Kola ndaloi në buzë të grykës, duke u mbështetur pas një lisi të vjetër që ishte zhveshur nga gjethet e ishte ngrirë në një pozicion mbrojtës. Ai nuk foli, vetëm bëri me shenjë nga një gjurmë freskët që ndante borën e virgjër. Ishte një gjurmë e gjerë, me kthetra që kishin ngërvishur akullin e hollë. Ujku ishte afër. Marku ndjeu se si mushkërit I digjnin nga ajri I hollë. Pushka që mbante në krahi duke I më rënd se kur, jo prej hekurit, por prej asaj që përfaqësonte. Ai e dinte se ky nuk ishte thjesht një test saktësie. Ishte një ceremoni pagane ku ja ti donte të shihte nëse djali I tij mund të vriste pa dridhur qerpikun. Ashtu siç kishte bërë ai gjyshi I tij. E të gjithë burrat e asaj kulle para se shkollat e qytetit të fillonin të zbutnin shpirtrat e malit. Ai po pret në fund të gropës, përshpëriti Kola me zërin që u mbyt nga era. Ka rënë në gjurmë të ndonjë sorkadheje të vrarë nga acari. Zbrit deri te guri I zi dhe prite. Nëse nuk kthehesh me kokën e tij, mos u kthe fare në kull. Marku e pa të atin në sy. Pa atë murin e ftohtë të traditës, atë bindjen e verbër se jeta merrej me forcë. Pa folur, ai filloi zbritjen. Këmbët I rëshisnin mbi akull, por ai ngulte thonjtë opingave me një dëshpërim që I jepte fuqi. Sa më shumë zbriste, aq më shumë bota e sipër me zhdukej. Zhurma e erës u zëvendësua nga një heshtje e frikshme, e ndërprer vetëm nga kërcitja e dëborës nën peshën e tij. Kur arriti te guri I zi, ai u fsheh pas tij dhe priti. Kaluan minuta që I ngjanin orëve. Duart filluan t'i mpiheshin, por ai nuk I lëvizte. Mendja e tij, e ushqyer nga bisedat e netëve të vona me Dranen, filloi të thurte një skenar tjetër. Ai nuk donte të vriste, por ai e dinte se pa atë vrasje, ai nuk do të kishte kurrë autoritetin për të folur, për të kërkuar lirinë e tij apo të saj. Subit, një hije e hirt lëvizi mes pishave. Ujku ishte më I madh se sa I kishte imagjinuar. Ishte një bishe vjetër, me qime të ashpra e me sy që shkëlqenin si thëngjit të fikur. Ai nuk po nxitonte. Kishte nuhatur diçka, por ndoshta nuk e besonte se një njeri do të guxonte të futej në territorin e tij në atë kohë të vitit. Marku ngriti pushkën. Shënjestra ishte e qartë. Gishti I tij u mbështet mbi këmbëzën e ftohtë. Në atë çast, gjithë jeta e tij kaloi si një shkrepje. Dasma e padëshiruar, faqet e grisura të librit, sytë e Dranes që I premtonin një botë tjetër. Ai mbylli njërin sy dhe mori frymë thellë, ashtu siç I kishte treguar I atij kur ishte vetëm 8 vjeç. Krak! Zhurma e pushkës qau heshtjen e gropës si një rufe. Jehu u përplas 10 herë pas shkëmbinjve. Ujku u rrotullua në ajër dhe ra përmbys mbi dëborën e bardhë, duke lënë pas një njollë të madhe të kuqe që filloi të zgjerohej me shpejtësi. Marku mbeti I palëvizur. Kishte vrar për herë të parë, por nuk ndjeu asnjë triumf. Ndjeu vetëm një zbrazti të madhe. Ai ishte bërë pjesë e rrethit të dhunës së malit. Kur u ngjit lart me lëkurën e përgjakur të ujkut që e tërhiqte zvarr, Kola po e priste.
Për herë të parë në jetën e tij, Marku pa një hije buzëqeshje në fytyrën e tatit. Një buzëqeshje që e tmerroi më shumë se zemërimi i tij. Mirë, Mark. Sot ke lindur burr, tha Kola duke i vënë dorën mbi shpatull. Tani mund të ulesh në kuvend me ne. Tani, askush nuk guxon të thotë se shtëpia e Kolës ka një djalë që merret me përalla. Rruga për në kthim ishte e heshtur, por sapo arritën në oborrin e kullës, diçka nuk shkonte. Gratë e fshatit ishin mbledhur te porta dhe zërat e tyre ishin të lartë, të shqetësuar. E ëma e Markut, Lulja, vrapoi drejt tyre me fytyrën të mbuluar me lot. Kola, Mark, bërtiti ajo. Drania ka ikur. Pushka i ra Markut nga dora mbi dëbor. Kola mbeti i shtangur. Çfarë do të thuash, ka ikur? Ku mund të shkojë një grua në këtë kohë? Nuk e di, nga shërehej Lulja. Kur shkova t'i dërgoja bukën, dhoma ishte zbrazët. Kishte marrë vetëm librat e Markut që nuk u dogjën plotësisht dhe shamin e saj të kokës. Ka lënë vetëm unazën mbi ark. Kola u nxi në fytyrë. Do ta gjejmë dhe do t'i thyejmë këmbët. Askush nuk ikën nga kulla ime pa u ndëshkuar. Por Marku nuk po dëgjonte më. Ai hyri me vrap në dhomën e tyre. Ishte e ftohtë, pa frymë. Unaza e arit qëndronte mbi drurin e vjetër të arkës, duke shkëlqyer me një lloj talljeje. Pranë saj ishte një cop letër e grisur, nga ato faqe që Kola kishte shqyer një ditë më parë. Mbi të, me një shkrim të bukur e të sigurt, ishte shkruar vetëm një fjali. Mark, unë e gjeta rrugën. Tani është radha jote. Mos e lër malin të kthej në gur. Marku e kuptoi. Ajo e kishte bërë për të. Duke ikur, ajo kishte marrë mbi vete gjithë turpin e fshatit, gjithë zemërimin e Kolës. Ajo kishte pritur që ai të tregonte burrërinë e tij me ujkun, që t'i jepte kohë asaj të largohej. Duke e ditur se Kola do të ishte shumë i zënë me suksesin e djalit për të vënë re mungesën e saj. Ai u ul në krevat dhe shtrëngoi letrën në dorë. Jashtë dëgjoi të atin që bërtiste e mblidhte burrat e fisit për të nisur kërkimin. Por Marku e dinte se Drania nuk ishte budallaqe. Ajo nuk do të fshihej në pyll. Ajo e njihte rrugën drejt qytetit më mirë se kushdo tjetër. Në atë qast, 14 vjeçari Mark ndjeu një ndryshim të thellë brenda vetes. Ai nuk ishte më i trembur. Ai nuk ishte më viktim. Ai e pa pushkën e tij te dera dhe unazën mbi ark. Njëra ishte vdekja, tjetra ishte pranga. Do të gjej Drane, përshpëriti ai, duke parë drejt maleve që tani nuk i dukeshin më si mure, por si shkallë drejt një lirie që duhet fituar me çdo kush. Por jo për të kthyer mbrapsht, por për të falënderuar që më mësove se si thyhet kanuni i zemrës. Ai u ngrit, fshiu lotët dhe doli në obor. Kur i atje pa, me atë vështrimin e egër e pyetës, Marku nuk u ul. Ai qëndroi drejt, me lëkurën e ujkut mbi shpatulla, por me sytë e një njeriu që tashmë kishte vendosur se cila ishte rruga e tij e vërtet. Kulla e Kolës nuk do ta mbante më gjatë. Historia e tij po fillonte pikërisht aty ku mbaronte tradita. Kërkimi për Dranën vazhdoi për 3 ditë e 3 net. Zhurma e këmborëve të burrave që thirrnin nëpër gremina dhe drita e fenerëve që vallëzonin mbi dëbore kishin shndërruar malin në një skem makthi. Kola ishte i tërbuar, nderi i tij ishte bërë thërrime. Një nuse që ikte ishte një njoll që as gjaku i ujkut nuk mund ta lante. Ai urdhëronte burrat të kontrollonin çdo stan e çdo shpellë, i bindur se një grua nuk mund të shkonte larg në atë rrib. Marku, nga ana tjetër, luante rolin më të vështirë të jetës së tij. Ai u bashkua me kërkimet, duke qëndruar gjithmonë në krah të atit. Por sa herë që ndeshni një gjurmë që mund të ishte e saj, ai me shkathësi e mbulonte me borë ose i orientonte burrat drejt shtigjeve të gabuara. Ai e dinte se Drania nuk ishte ikur drejt malit e lartë, por drejt luginës së verdhë, rruga e vetme që të çonte drejt rrugës nacionale ku kalonin kamionët e druve. Në natën e 4, kur stuhia u qetësua dhe burrat u kthyen në kull të thyer e të lodhur, Kola ul pranë gjakut. Nuk kishte folur me Markun që nga momenti i ikjes. Ai e shihte të birin me një lloj dyshimi që po rritej. Pse nuk po qan, Mark? E pyeti ai papritur, duke e parë me sytë e kuq nga pagjumësia. Gruaja jote ka ikur, ka turpëruar shtëpinë tonë. E ti ri aty sikur asgjë s'ka ndodhur. Marku po pastronte qytën e pushkës, ashtu siç e kishte parë të atin ta bënte qindra herë. Ai ndaloi dhe ngriti sytë.
Ti më the se duhet të jem burr, bab. Burrat nuk qajnë për gratë që nuk i duan. Ata shohin përpara. Kola u rregullua në vend. Përgjigja i pëlqeu, por diçka në zërin e Markut ishte shumë e ftohtë, shumë e huaj. Ishte një lloj pjekurie e hidhur që Kola e kishte kërkuar, por që tani po i ngjante me një thikë që po mprehej kundër tij. Ke të drejtë, tha Kola pas një heshtjeje të gjatë. Ajo i ku sepse ishte e dobët. Por ti nuk je. Nesër do të shkojmë te Gjonajt. Do t'u kërkojmë llogari për vajzën e tyre. Ose do të kthejnë pashën, ose do të japin gjak. Marku ndjeu një rëndime në stomak. Loja po bëhej e rrezikshme. Ai e dinte se shtëpia e Gjonajve nuk ishte faj, por kanuni ishte i verbër. Ai duhej të vepronte dhe duhej ta bënte shpejt. Atë natë, kur e gjithë kulla ishte në gjumë, Marku nuk ushtri. Ai mori një thes të vogël dhe futi brenda bukë të thatë. Pak djathë dhe atë cop letre që i kishte lëndrania. Mori edhe unazën e arit nga arka. Nuk e bëri për vete. E bëri sepse e dinte që do t'i duhej para për të paguar rrugën. Ai doli nga dritarja e pasme e kullës, aty ku dëbora ishte më lart dhe zhurma e hapave mbytej. Ndaloi për një çast dhe pa kullën e tij për herë të fundit. Ishte një kështjell e madhe guri që kishte mbrojtur fisin e tij për shekuj. Por për të, ajo ishte vetëm një varr i bukur për ëndrat e fëmijëve. Lam të mirë bab, përshpëriti ai në errësirë. Ti doje një burr në shtëpi, por ky mal nuk nxëdot dy burra që mendojnë ndryshe. Ecja në përnat ishte një luftë me vdekjen. I ftohti hynte në palc, por Marku kishte një zjarr të brendshëm që e mbante gjallë. Ai ndoqi rrugën që i kishte treguar drania në hartat e tyre të fshehta. Çdo hije i ngjante të atit, çdo deg që këriste i ngjante një pushke që mbushej. Por ai nuk u ndal. Pas 6 orësh ecje të pandërprer, ai arriti në rrugën e madhe. Ishte një rip i zi asfalte që priste bardhësinë e maleve si një plag. Atëherë pa, një kamion të vjetër që po ngarkohej me tru nxelisi. Shoferi, një burr me fytyrë të rreshkure me një kapele të vjetër, po pinte duhan pra motori që lëshonte tym të bardhë. Marku ju afrua me hapa të pasigurt. Për ku jeni nisur? E pyeti ai, duke u përpjekur ta bënte zërin të ngjante më i rritur. Shoferi e pa nga kokat e këmbët, patirqit e bardhë, xhamadanin e zi dhe sytë e djaloshit që digjnin nga vendosmëria. Për Shkodër, djalosh. Pse pyet? Ke humbur rrugën? Marku nxori unazën e arit dhe ja zgjati. Shoferi hapi sytë i habitur. Ari shkëlqente në ndritën e parë të agimit. Më merr me vete. Deri në qytet. Shoferi e mori unazën, e rrotulloi në përgishta dhe pastaj e pa përsëri djalin. Ai e kuptoi. Kishte parë shumë djem si ai që iknin nga malet, por asnjëri nuk kishte pasur këtë lloj qetësie në sy. Ai ja ktheu unazën mbrapsht. Mbaje arin, djalosh. Do të duhet më shumë se mua atje poshtë. Ngjitu pas te trungjet. Mbushu me batanie se do të ngrish. Marku u ngjit. Ndërsa kamioni filloi të lëvizte, ai pa malet e tij të larta që filluan të vogloheshin. Pa qafën e shoshit ku kishte kaluar fëmijërinë dhe ndjeu një dhimbje të thikët në gjoks. Ai po linte pas gjithçka që njihte. Nënën që do ta qante si të vdekur, baban që do ta mallkonte çdo ditë, dhe shokët që do të tregonin histori për dhëndrin që u zhduk në mjegull. Pas disa orësh, peizazhi ndryshoi. Malet e thepisura u zëvendësuan nga kodra të buta, dhe ajri filloi të vinte erë kripe lagështi. Shkodra u shfaq në horizont me shtëpitë e saj të ulta dhe zhurmën e një bote që Marku e kishte parë vetëm në përfaqe librash. Kur kamioni ndaloi në periferi, Marku zbriti. Ishte i mbuluar me pluhur dhe i ngrirë, por kur këmbët e tij prekën asfaltin e qytetit, ai ndjeu një liri që e trullosi. Njerëzit e shihnin me habi, një djalosh me veshje tradicionale malisore, i vetëm në mes të qytetit. Por ai nuk e kishte mendjen të ata. Ai nisi të pyeste. Pyeti për një grua të re, të quajtur Drane, që mund të kishte ardhur nga malet ditët e fundit. Shumë e shihnin me mosbesim, të tjerë qeshnin me të. Por Marku nuk dorëzohej. Ai e dinte se Drania kishte një vëlla që kishte jetuar në qytet para se të vdiste, dhe kishte shpresë se ajo mund të kishte shkuar te shtëpia e tij e vjetër. Pas 2 ditësh kërkimesh në një rrugicë të ngushtë me kaldrëm pranë pazarit të vjetër, ai e pa. Ajo ishte e veshur me rroba qyteti tani,
me një shall të thjesht mbi kokë, duke mbajtur një kosh me bukë. Nuk dukej më si nusja e ngrirë e shoshit. Dukej si një grua që kishte filluar të merrte frym. Drane, thiri ai me zërin që i mbeti në fyt. Ajo u kthye. Koshi ra nga duart dhe bukët u rrokullisën mbi kaldrëm. Sytë e saj u mbushën me lot, por këtë herë ishin lot gëzimi. Ajo vrapoi drejt tij dhe e pushtoi, duke shtrënguar sikur të donte ta mbrojta nga gjithë bota. Erdhe vërtet, përshpëriti ajo mes nga shërimit. Të thash që do të gjeja, tha Marku duke e mbajtur fort. Tani jemi të lirë. Ata nuk u kthyen më kurrë në mal. Marku u rrit në qytet, punoi ditën dhe mësoi natën, ashtu siç kishin bërë fshehurazi në kull. Drania qëndroi pranë tij si motra, si mikesha dhe si kujtesa e një bote që ata kishin pasur guximin ta linin pas. Në fshat, historia e tyre u kthye në legjendë. Burrat thoshin se malet I kishin gëlltitur, ndërsa gratë e kroni përshpëritnin se ata ishin bërë zogji dhe kishin fluturuar përtej detit. Por Kola, deri në ditën e fundit të jetës së tij, qëndronte në balkonin e kullës, duke parë nga rruga, me shpresën se një ditë ai djaloshi me sytë e shkruar do të kthehej për t'i treguar se çfarë kishte parë në botën e madhe. Marku megjithatë e dinte. Ai nuk mund të kthehej mbrapsht, sepse njeriu që ka provuar lirinë, nuk mund të hyjë më kurrë në një kafaz, qoftë ai edhe prej guri e prej ari.